Pra, të gjitha këto u mbyllet me urdhër të Edi Ramës. Altin Troplini, po me urdhër të Edi Ramës regjistroi procedim penal pa emër për të mbrojtur Irenën me 3 mbiemra. A thua se nuk dije kush e kish bërë dhe nuk guxoi të pyes kallëzuesit, por mbajti në sirtar dhe përdori veç letrat e falsifikuara të Irenës me 3 mbiemra. Skapi i partisë me urdhër të Edi Ramës mori përsipër, dëgjoni çka kanë bërë. Dëgjoni qytetar. Irena me 5 mbiemra është shtetase shqiptare. Dhe ajo në Shqipëri gjykohet dhe vlerësohet vetëm nga ligji shqiptar. Dhe ligji shqiptar detyron Irenën me 5 mbiemra të deklarojë çdo dënim që ajo ka marrë në një vend tjetër. Por me qenë se Republika Helenike, për arsye të veta, dënimet 1 vit e poshtë, pas 15 vitesh i shurën, i fshin, sipas Artur Troplinit, kjo nuk është e dënuar. Ky është krim dhe një turp i shëmtuar. Ajo nuk po gjykohet në Greqi, po gjykohet në Shqipëri. Autoritetet greke kanë shuar vërtetim me vulë apostile se ajo është dënuar 1 vit nga gjykata e Janinës. Dy, SPAK kërkon të shfaqsojë Irenën me porositë e Edi Ramës se nuk ka pasur djeni për dënimin penal në Greqi. Dëgjojeni tani. Mirë po, në të gjitha rastet përveç Irenës, ata që kanë deklaruar se s'kan patur djeni, nuk është marrë parasysh, po janë dënuar. I tillë është rasti i gjykasit Thanza. I tillë është rasti i Kreshnik Hajdarit, ish kryetarit bashkisë Puçovës. Pra standardi i Irenës është standardi Irena Rama apo i Edi Ramës. Për ata ligji është tjetër. Për Irenën e Edi Ramës ligji është tjetër sepse është urdhri i Ramës. Unë ju kam thënë ju, drekat e saj të shpehta në lokalin e Thjeshtrës me Linda Ramën janë bërë gosip i të gjithë lagjes ku unë banoj. 3. SPAK fshihet dhe nuk shprehet fare për 2 dëbimet, të cilat në ligjet shqiptare janë të detyrueshme për të deklarohen. Nuk shprehet as për prokurorën e firmosur nga vetë Irena, që tregon jo vetëm se ka patur djeni të plot, por ka angazhuar dhe avokatin në Greqi. Avokati hapi çështjen ligjore në gjykatën e Athinës, siç është treguar në media, dhe gjykata i arzoi se duhet të ngrinte në gjykatën e Janinës. SPAK 4 fshihet dhe nuk shprehet për falsifikim në formularit dekriminalizimit. Nuk ka rëndësi se ka falsifikuar. Që dhe sot përbën krim në vazhdim. 5. SPAK fshihet dhe nuk shprehet për falsifikim në formularit të vetingut. Nuk ka deklaruar në këtë formular as dënim penal dhe as 2 dëbimet në Greqi. 6. Irena Rama kish lënë dhe një apartament
dhe 2 garazhe pa deklaruar, nuk i dinte se i kish harruar. Ka shumë pasuri kanë ta, sa që s'din se ku i kanë. Spak nuk shprehet fare për shpërdorimin e detyrës nga Irena Gjoka. Irena Gjoka ka vendim penal në Greqi për falsifikim si dhe 2 dëbime. Djenia e saj për këtë është e qartë nga prokurat që ka lëshuar për kundërshtimin e këtyre masave me avokat, por dhe duke lënë me njën çështjen e djenisë, publiku i kujtohet se në të gjitha rastet e daljes vendimeve të tilla, subjektet kanë deklaruar se nuk kanë pasur djeni për këto vendime. E megjithatë, janë dënuar me burg. Ju kujtojmë këtu rastin e fundit të Kreshnik Hajdarit, kryetari Bashkisë Kuçovës, Elvis Roshit, ish kryetarit Bashkisë Kavaj, apo gjyqtarëve dhe prokurorëve të tjerë të sistemit të drejtësisë, por gjithashtu edhe një sër zyrtarësh të rangut më të ulët, të cilët janë dënuar me burg për mos deklarim të ndodhit të akteve të tyre, të dëbimeve të tyre, pavarësisht se kanë patur djeni. Shih vendimin e kolegjit penal të gjykatës së lartë, numër 1612, numër 1033, i gjykuari ushtonte funksionin e këshilltarit, dëgjoni tani, kanë dënuar këshilltarin, antarin e Këshillit Bashkiak Korçës. Ajo është dënuar. Fut në burg për këto. Pra, janë një seri dënimesh të dhëna në emër të ligjit dhe për ligjin, por ka asnjë lloj qëndrimi dhe vetëm mbrojtje për Irena Ramën me mbiemrin e saj të ri, se tani e tutje ajo do quhet Irena Gjoka Maneku Rama e me radhë. Këto ishin çështjet. Zoti Berisha, ndërkohë Ministra e Shëndetësisë një ditë më parë pranoi që pas datës 20 të çdo muaji nuk do të mund të kryhen më analizat për pacientët për shkak të mungesës së fondeve, duke faktuar dështimin e një tjetër koncencioni atij për laboratorët. Cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë? Ministra e cila ka marrë detyrën për këtë çështje, unë e përgëzoj për deklaratën që ka bërë, ka thënë të vërtetën. Para ti ka vjedhur Edi Rama me Ilir Beqen dhe me atë tjetrën Manasërliu, janë përgjegjës kryesor. Nuk ka ndodhur kur, ndonjëherë, hera e parë që ndodh në historinë e këtij vendi, që shteti, që spitali më i madh i vendit mos u përgjigjet qytetarëve me analizat të cilat i kanë pas të garantuara. Kjo është rezultat i vjedhjes së fondeve nga muratori Edi Ramës. A ju kujtohet apo jo? Muratori që erdhi kishte 2 vetë në kompani, që u bë dhe pronar i laboratorit më modern. Një laborator i bler me aparaturat absolute më moderne, me një ekip profesionistësh të aftë të shkallës më të lartë, që punonin në atë laborator të spitalit dhe që të gjithë u larguan kur muratori Edi Ramës mori përsipër analizat dhe tani kanë vjedhë së bashku, është Edi Rama autori kryesor.